Pas lidhjeve të dashurisë me dy nga këngëtarët shqiptare më të famshme në botë, Rita Ora dhe Dua Lipa, regjizori greko-francez Romain Gavras duket se ka nisur një romancë të re me supermodelen e njohur Emily Ratajkowski. Fotot që po qarkullojnë në rrjet, të publikuara fillimisht nga portali Deux tregojnë çiftin duke u puthur dhe përqafuar në rrugët e Manhattanit mbrëmjen e së dielës më 9 nëntor. Kjo është dalja e parë publike e dyshes së showbizit, duke konfirmuar kështu zërat për një lidhje të re mes tyre. Ratajkowski u shfaq me një pamje elegante dhe jo se, e veshur me një palto lëkure e ngjyrë kafe, një bluzë të zezë dhe pantallona të kombinuara me atlete bardezi dhe një çantë të zezë. Ndërkohë, Gavras kishte zgjedhur një stil më të thjeshtë e klasik, me një palto blu, këmishë bezh dhe një bluzë. Fotot tregojnë çiftin duke ecur dorë për dorë dhe duke shkëmbyer puthje pranë një hyrjeje metroje, ku në një moment modelja shihet duke i përkëdhelur butësisht fytyrën partnerit të saj. Kjo është lidhja e parë për Emily Ratajkowskin pas romancës së saj tepër të shkurtër me këngëtarin Shabozi gjatë verës së vitit 2024. Më herët ajo është përfolur për romanca me emrat e njohur të skenës muzikore, si Harry Styles, Pete Davidson, Eric Andre dhe madje edhe Brad Pitt. Modelja ishte e martuar me producentin Sebastian Bear McLeod, me të cilin ka një djalë, por çifti u divorcua në vitin 2022. Nga ana tjetër, Romain Gavras, që njihet për stilin e tij karizmatik dhe për lidhjet me vajzat shqiptare të famshme, ka qenë në një romancë me Dua Lipën në vitin 2023. Dyshja debutuan si çift në festivalin e filmit në Cannes, por sipas mediave britanike, u ndan pas 8 muajsh, pasi këngëtarja vendosi të përqendrohej te karriera muzikore. Përpara saj, Gavras ka qenë në një lidhje edhe me Rita Orën në vitin 2020.